Tortë me lajthi dhe krem në një përgatitje shumë të shpejtë. Një tortë ideale cilën mund të përgatisni për festa të ndryshme, bëhet shumë e shijshme. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Në një enë më të madhe i shtojmë 5 të bardha të vezës. Mirë po vezët më spaku duhet të qëndrojnë në ambient dhome për 2-3 orë. Shtojmë 5 lugë gjelle me sheqer dhe 1 vanilë sheqeri për aromë. Tash marrim dhe masën e rrahim mirë me mikser, derisa ta formojmë një shkum të fortë. E rrahim dikon për 2-3 minuta. Kam përzi mirë masën, e vëreni shfitu një shkum me fortë. Tash masës ja shtojna një lugë gjysmë të gjellës me miell. Ja shtojna 5 lugë gjelle me lajthi të bluara. Emët patjetër duhet jetë të bluara dhe e përzim kështu me një shpakull kuzhine, mirë po e përzim më gjatë që mielli dhe lajthi të futen në brendësi. Kam përzier mirë masën. Tash marr një tepsi ku do bëj pjekjen e brumit. Tepsia është me dimensione 27 me 40. Kam vendosur kështu letër për pjekje më lehtë do e kem kur ta largoj nga tepsia dhe e kaloj masën kështu të gjithën në tepsi. Me një shpakull kuzhine shumë lehtë largohet nga ena. Tash marrim një shpakull të rrashtë dhe masën e përhapjem në trashësi të njëjtë nga gjitha anët e tepsisë. Mundohem një shtresë sa më të rrashtë t'ja jap masës. Dhe pandishponja është gati për pjekje. Kam nxjerr furrën në 180 gradë dhe në atë temperaturë do e pjekij për 20 minuta. E kam larguar nga furra. Tash e mbuloj me një pecetë kuzhine dhe e loj që të ftohet plotësisht. Pandishponja është ftohur, ja largojmë pecetën e kuzhinës dhe e largojmë nga tepsia. Tash mundohem që ta largoj dhe nga letra. Pasi është ftohur, largohet me lehtësi, kurse e nxehtë asesi nuk largohet letra për pjekje. Pasi ja kam larguar letrën, tash pandishponjën do e ndaj në 2 pjesë të barabarta. Me anë të një thike shumë lehtë bëhet ndarja. Pasi pandishponja është gati, përgatisim kremin. Në një tenxhere shtojmë 400 ml me qumësht, 2 të verdha të vezës, 4 lugë gjelle me një sheste, 4 lugë gjelle me sheqer dhe 1 vanilë sheqeri për aromë. Tash masën vetëm se e përzim mirë me një tel kuzhine, derisa ta fitojmë një masë të njëtrajtshme. Përzier mirë masën, kam përzi derisa një shesta nuk ka ngel topta. Tash tenxherën e vendosim në zjarr dhe në temperaturë mesatare e zi masën derisa të vlojë. Bëjmë përzierjen vazhdimisht, kështu, sepse mund të ngjitet përejnë dhe do i vi një erë keqe më pas kremit. Masa ka filluar që të vlojë njëkohësisht dhe shtrashur e largojmë nga zjarri. Pasi masën e kemi larguar nga zjarri, e kalojmë në një enë tjetër. Dhe kështu te kremi voli nxehtë shtojmë 60 gram me çokoladë të bardhë, shtojmë 60 gram me margarinë dhe e përzim kështu masën që të shkrihet margarini dhe çokolada më shpejt derisa është nxehtë kremi. Tash ja shtojna një gotë 110 ml me ujë të ëmbël apo hoplla
Dhe përsëri e përzi masën mirë apo e rrohi me mikser si të doni mund të veproni dhe me tel dore do ja dilni mirë po do ju merr një kohë pak më gjatë, dikon 2-3 minuta. Pasi e kam përzir mirë masën, tash e marr një kallëp në furnë drejt kançi dhe vendosi në një pjatë katrore apo drejt kançe. Te kallëpi në fund vendosi gjysmën e pandishpanjës. Kallëpin e kam bërë sa është pandishpanja në atë masi. Tash marr dhe e kaloj kremin, kështu, mbi pandishpanjën. Nduhem ta kaloj gjithë masën. Dhe me një shpakull kuzhine përhapim kremin mbi pandishpanjën. Nduhem të jap trashësinë e njëjtë nga gjithë anët. Kam rrafshuar kremin në trashësinë e njëjtë nga gjithë anët, tash e vendosi pjesën tjetër të pandishpanjës. Kështu me anë të duarve, e nxes për kremin. Kam vendosur dhe pjesën e dytë, këtu kam rra 250 ml me ujë të ëmbël, do ja shtoj 2 luge gjysmë të gjellës me lajthi të bluara dhe e përzi kështu masën mirë. Pasi kam bërë përzirjen, ujkën ja shtoj sipër, do ja shtoj gjysmën, kurse gjysmën tjetër do e lë që më pas të bëj lyrjen nga qoshet e tortës. E përhapi kështu mirë në gjithë sipërfaqen. Kam përhap mirë kremin, jam mundu që ta shtrij në trashësinë e njëjtë dhe ja kam bërë një formë aq sa kam mundur të lëmuar. Tash tortën do e lë në frigorifer për 3 orë dhe më pas do e li nga anësorët. Torta ka qëndru në frigorifer për 2 orë, tash ja largojmë kallëpin. Me shumë kujdes që mos t'ja frishim formën. Tash marrim kremin, pasi ja kam largu kallëpin që e ndajtëm në fillim dhe kështu monte një thike li anësorët. Nduhem që ta përhapi mirë në për anësorët e tortës. Kam lidhë anësorët e tortës, tash sipër i shtoj lajthi të coptuara. Japi një pamje shumë të mirë. Nduhem t'i përhapi në gjithë sipërfaqen. Torta është gati për konsumim, ka dalë shumë e bukur. Ta ndojmë dhe një pjesë dhe t'ju demonstroj se si ka dalë. Ja dhe si duket torta, nga brendësia ka dalë shumë e mirë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë tortë me krem, tortë të shpejt, ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komentet bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.